Të nderuar punëtor dhe punëtore, puna juaj është ajo që e mban komunitetin tonë. Ju jeni shtylla kurrizore e shoqërisë sonë dhe ne i njohim dhe vlerësojmë kontributin tuaj në suksesin tonë të përbashkët për zhvillimin ekonomik. Sot shprehim respekt për angazhimin tuaj në vendet e punës, për profesionalizmin dhe etikën tuaj të punës, festojmë punën, për kushtimin dhe kontributin e juve punëtorëve dhe punëtorave, për të mirën tonë dhe për të mirën e brezave të ardhshme. Pas disa vitesh rritje të vazhdueshme të mbështetjes për punëtorët, politika sociale në vendin tonë nuk duhet të varet më kurrë nga vullneti i individëve dhe as nga marketingu partijak. Nga viti 2017 e kemi rritur pagën minimale për më shumë se 100%. Sot ajo arrin në 20.175 denar. Gjatë krizës së shkaktuar nga Covid-19 ne ndihmuam të shpëtojmë 250.000 vende pune dhe mbështetëm mbi 35.000 kompani. Të dashur punëtorë dhe punëtore, këto nuk janë fjalë boshe, por janë numra real. Siguruam që e diela të jetë ditë jo pune, kurse për ata që zgjedhin të punojnë, është siguruar mëditje e dyfisht. Gjatë gjithë këtyre viteve ne kemi një marrëdhënie me partneriteti me sindikatat dhe jemi vazhdimisht së bashku përpara sfidave të radhës, siç janë marrëveshje e përgjithshme kolektive në sektorin publik, si dhe harmonizimi i pagave me rritjen e pagës minimale. Ne qëndrojmë me vendesmëri në rrugën për të mbështetur sistematikisht luftën për të drejtat e punëtorëve. Nuk do të mbeteni kurrë të vetëm. Do të keni gjithmonë një aleat në luftën për të mbrojtur dhe avancuar të drejtat e juaja. Le të jetë kjo ditë një kujtim i rëndësisë së lëvizjes punëtore dhe një thirrje për të vazhduar luftën për paga më të larta, kushte të sigurta pune dhe të drejtat e punëtorëve. Gëzuar 1 Maj, ditën ndërkombëtare të punës. Dhe nesër, por dhe çdo ditë në vijim, qeveria mbetet një partner i sinqert i punëtorëve dhe punëtoreve.